muzikën dhe sigurisht duke lexuar të tropare kaq të ndjera, por për ne nuk janë vetëm thjesht poezi, edhe nuk janë thjesht vetëm fjalë të bukura, edhe muzikë e bukur, por ato shprehin gjithashtu një të vërtet shumë të madhe rreth Ylinces, nënës së Zotit, e cila është pranë fronit të Perëndis, është pranë birit të saj, dhe sigurisht fuqia edhe siguria e lutjeve të saj, dhe kurajo që ajo ka përpara birit të saj, për herë ka qenë në ngushëllim, forcë, shpresë për shumë breza të krishterësh, për etrit e mëdhenj të shkretëtirave, murgjërve, e sigurisht hierarkëve, kështu që për të gjithë neve ajo është nëna e të gjithë kishës. Prandaj është kaq e bukur kjo periudhë e Kreshmës, po që shoqërohet shumë bukur edhe me këtë shërbes të himnit Takathis, që kryeëngjëlli në një farë mënyrë i drejton këtë fjalë Ylinces, siç i kemi parasysh edhe në ditën e ungjillizimit të saj, kur vetë ëngjëlli me aq përulësi po i drejtonte ato fjalë Ylindëses, saqë edhe ajo u shtan prej fjalëve të ëngjëllit. Pikërisht duke shprehur madhështinë dhe nderin e madh, po edhe patjetër përgjegjësinë e madhe që pati Ylindëse, e cila ishte një enë që u bë e denjë për të mbajtur Zotin. Për këtë arsye, edhe në kish ajo zë një vend kaq të rëndësishëm, është nëna e të gjithë neve, dhe aty derdhet të gjitha vuajtjet, mërzitjet, shpresën tonë, sepse e dim që ajo është pranë birit të saj, të cilës u bë ura, siç e themi shpeshherë në troparet që kënduam, u bë ura që lidhi Perëndin me njeriu, sepse nëpërmjet saj u bë mundur që biri i Perëndis të vijë të marrë trupin njerëzor, prej gjakut, prej mishit të saj. Edhe një herë falenderojmë Perëndin e i lutim Ylindëses të na mëshirojë, të na mbrojë edhe të na